Horoskopi për ditën e premte 19 qershor 2026. Dashi. Sot në mëngjes do ta gjesh veten duke mos menduar shumë për të ardhmen e largët, dhe mirë bën, sepse ky pushim nga mendimet e rënda është fiks ajo që duhet për të shlodhur kokën. Do të jeni në humor të mirë dhe ndoshta do të keni një dëshirë që të kujdesesh për njerëzit e shtëpisë. Do t'u falësh dashuria atyre. Ndërsa dita ecën, do të ndihesh më punëtor. Mendja jote mund të shpërqendrohet pak, por sot është një ditë e mirë që ti të rregullosh dhe të rishikosh gjërat që i ke lënë për gjysmë. Një ngjarje e madhe po afron. Do të kërkoni më shumë siguri, rehati dhe qetësi për familjen tuaj dhe për ju vetë. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat është mesditë. Demi. Për ju të dashur Dem, do të nis një kapitull i ri sot dhe ky do të zgjas për një kohë të gjatë. Ka ardhur koha të shërosh plagët e vjetra, të fitosh më shumë besim tek vetja dhe të pranosh trupin dhe imazhin tuaj ashtu siç është. Do filloni të besoni më shumë instiktit tuaj dhe do të nxirrni në pa vlerat tuaja unike. Sot shpirti juaj po u kërkon pak arratisje nga rutina e përditshme dhe do ta gjesh shumë lehtë atë qetësinë e shpirtit që ju ka munguar. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat është pasdite. Binjakët. Dita nis e mbar dhe me fjalë të ngrohta. Do të ndihesh mirë duke ndarë idetë tua dhe duke u gjendur pranë një miku i cili ka nevojë. Njerëzit do të sillen mirë me ju, nuk do të kenë kërkesa të larta dhe nuk do t'ju gjykojnë. Ky optimizëm do t'ju jap një hovë për të punuar për ato gjëra që i keni vërtet në zemër. Megjithatë, nga dreka e tutje do të ndjeni nevojën të tërhiqeni pak në shtëpinë tuaj për të mbledhur pak vete. Edhe pse do të doni të rrini me njëri, dikush do të kërkojë sërish ndihmë apo një këshill si mik. Ngjyra me fat portokalli, koha me fat paradite. Gaforja. Këtë periudhë po kërkoni gjithmonë më shumë të jeni në vetmi dhe qetësi. Kërkoni një shkëputje nga zhurmat e botës. Lajmi i mirë është se punët do të rregullohen në mënyrë të tillë që ti t'ia dedikosh kohën vetes tuaj. Ndoshta mendja juaj kthehet shpesh tek e shkuara, por ju nuk duhet të mërziteni, pasi kjo do t'ju shërbejë për të pjekur dhe për të shëruar në anën tuaj emocionale. Sot do të shijoni frutet e punëve të kohëve të fundit dhe në mendjen tuaj do të lindin plane të reja. Pasdite bëni kujdes mos e lodhni veten më shumë se ç'duhet sepse përqendrimi do jetë pak i vështirë. Hana po lëvizte sektori juaj komunikimit, ndaj do ndjeni dëshirën për të biseduar dhe për të kuptuar më mirë ato që ju rrethon. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat 16 deri 17:30. Luani. Në këtë ditë do t'ju jepet mundësia të merreni me një pasion tuaj, ose thjesht të ndryshoni ambient për të ndorruar pak ajër. Njerëzit që keni në anën tuaj do t'ju ndihmojnë për këtë. Mëngjesi ju gjen duke zgjidhur gjërat me qetësi dhe pa sheh. Do të jepni këshilla të vlefshme për të tjerët si një mënyrë për të treguar që i doni. Jeni me këmbë në tokë, por dhe me shpresë të madhe përpara. Një kombinim perfekt ky. Hëna qëndron tek shenja juaj deri para dreke, duke ju bërë protagonist dhe më pas do t'ju shtyjë të merreni me llogaritë dhe me pasurinë tuaj. Do dini si t'i nxjerrni paratë dhe nga guri sot. Ngjyra me fat e zezë dhe blu, koha me fat 11:15 deri në 12:50. Virgjëresha. Nga mesdita e tutje, hëna do të fillojë të futet në shenjën tuaj dhe do të fillojë një cikël i ri plot energji. Ka ardhur momenti të mendoni për veten dhe për gjërat që ju kanë munguar javët të fundit. Do të jeni plot emocione, ndoshta me luhatje humori, por shumë të vendosur. Është një kohë ideale për të bërë plane apo projekte të rëndësishme. Gjatë viteve të fundit, ju jeni ndjerë pak të plogësh, por tani ka ardhur koha që të keni një besim të palëkundur tek vetja dhe tek mënyra se si e shikoni botën. Ngjyra me fat është gri, koha me fat
është darkë. Peshorja. Mëngjesi i sotëm është perfekt për të peshuar gjërat mirë me të mirat dhe të këqijat e tyre. Ndjeni mirë sepse jeni duke ndërtuar diçka me vlera afatgjata dhe ky optimizëm po ju bën produktiv. Një mik i mirë ose partneri mund të vijë me disa ide apo strategji të shkëlqyera. Është gjithashtu koha e duhur për të folur hapur dhe për të sqaruar ndonjë keqkuptim të vjetër me dikë që i besoni. Më pas hëna do t'ju ftoj të tërhiqeni pak në hije. Merrni kohën tuaj, pushoni dhe ushqeni shpirtin me qetësi. Ngjyra me fat kafe, koha me fat paradite. Akrepi. Deri para drekit do të jeni këmbë e kokë të mbytur me punë dhe detyra të përditshme. Më pas, mendja juaj mund të shkojë tek njerëzit tuaj dhe do të keni dëshirë për pak shoqëri dhe ndonjë kafe të qetë. Keni nevojë të përkëdheleni pak, por pa i lënë pas dore detyrat që ju bëjnë të ndiheni të plotësuar. Partneritetet do të kthehen në burim frymëzimi, por edhe në mësime të forta jete për ju. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 15 deri në 17. Shigjetari. Në mëngjes do të keni atë shpirtin aventurier dhe kurioz që ju karakterizon, po rreth mesditës hëna do t'ju ul me këmbë në tokë, duke ju kujtuar prioritetet dhe përgjegjësitë në shtëpi dhe në karrierë. Sot do të gjeni një ekuilibër të bukur mes dëshirës për të rritur dhe thjeshtësisë së jetës. Do të ndjeni se ëndrat tuaja janë të realizueshme dhe kjo do t'ju jap vullnet për të mbaruar punët. Kujdesuni për mirëqenien e trupit tuaj. Ngjyra me fat gri dhe bezh, koha me fat 12 deri në 14. Bricjapi. Nga mëngjesi do ta ndjesh veten si kur je një vëzhgues, i tërhequr dhe në botën e mendimeve tua. Më pas diçka do të ndryshojë dhe do të doni të hidheni në veprim dhe ta jetoni jetën me gjithë ngjyrat. Mund të ndjeni një lloj nxitimi në ndjenja ose një dëshirë të madhe për t'u bërë intim me dikë. Por ju e dini mirë që nxitimi sjell rreziqe, ndaj do preferoni t'i bëni gjëra shtruar dhe saktë. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 17 deri në 18:40. Ujori. Në këtë ditë, mëngjesi ka rezervuar energji shumë të mira për ju. Do të kesh një mundësi për të gjetur gjuhën e përbashkët me të tjerët dhe për të sheshuar disa gjëra. Vullneti juaj po rritet dhe kjo ju bën plot gjallëri. I keni disa synime të arritshme, por ju duhet dhe pak punë për t'i kapur ato. Karriera dhe punët duken në përgjithësi mirë, por dhe në shtëpi dhe me njerëzit e zemrës gjërat janë në vendin e vet. Nga dreka e tutje do të bëni më përzgjedhës se me kë rrini duke preferuar biseda me vlerë. Mund t'ju duhet të bëni një plan për të larë ndonjë borxh, qoftë ky financiar apo moral. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat 9:30 deri në 11:30 paradite. Peshqit. Për ju të dashur peshq, sot është një ditë ideale për të shkuar tek rrënjët e një problemi të ngatarruar emocional. Ky mund të jetë për veten tuaj, ose ndoshta për të ndihmuar një mik që është në hall dhe hapet me ju. Njerëzit do t'ju dëgjojnë dhe do t'ju binden me lehtësi në mëngjes. Do të ndjeni një kënaqësi të veçantë duke rregulluar letrat dhe punët tuaja të përditshme. Do të shëroni plagët e vjetra që lidhen me mënyrën se si shpreheni, si mësoni dhe si lidheni me botën rreth jush. Për këtë duhet të jeni pak mendjehapur. Ngjyra me fat bezh, koha me fat mbrëmje.